Gati 2.5 miliard dollar llogaritë dëmi për mbytyjeve në 3 dekada, megjithëse askush deri më tani nga përfaqësuesit e institucioneve që janë të angazhuar me mirëmbajtjen e sistemit hidrik në Shqipëri, vlerësimin e riskut para dhe gjatë emergjencave nuk ka dhënë llogari para drejtësisë dhe nuk është gjetur asnjë fajtor. Fatura e dëmit ekonomik bëhet publike nga një raport i detajuar i kontrollit të lartë të shtetit që ka kaluar në lupë përgjegjësitë në nivel qendror dhe pushtetin lokal, duke nisur nga Ministria e Bujqësisë e deri tek ndërmarrjet që administrojnë argjinaturat, sistemin kullues dhe kanalizimin. Gjetjet janë bërë publike nga kontrolli i lartë i shtetit mbas auditimin mbi përmbytjet e vitit 2024 në qytetin e Vlorës, ku dhe janë administruar qindra dokumente mbi hartën kanalizimin deri tek hidrovorët dhe kontratat e mirëmbajtjes së tyre. Në këtë kontroll, përpos evidentimit të problematikës për mospastrimin e kanaleve kulluese prej dekadash, nga institucionet përgjegjëse ngrihen pikpyetje për mos menaxhimin efektiv të riskut nga përmbytjet në nivel kombëtar, i cili duket se duhet të përshtatet me kushtet klimaterike, që në këto kushte sipas KLSH-s bie në kundërshtim me ligjin për mbrojtjen civile. E ndërsa ekspozohet se 3.285 objekte janë ndërtuar pa leje në infrastrukturën ujitse, kulluese dhe të mbrojtjes. Ky është vetëm një ngërç pasi të tjerat lidhen me mos bashkëpunimin e duhur midis institucioneve për menaxhimin e situatave të përmbytjes deri tek mungesa e mirëmbajtjes së sistemit kullues. Nga 1990 numërohen se përmbytje të rënda në Shqipëri, e 1995 shtatori 2002 ku u prekën 7500 familje kryesisht në Torovicë, Lezhë dhe Milot, shkurt mars 2004 përmbytjet e Drinit dhe Bunës, dhjetor 2005 përmbytjet në jug nga Vjosa, përmbytjet e në Shkodrës 2010-2011 gjatë së cilës u evakuan 12.000 shtetas, në shkurt të vitit 2015 përmbytja e jugut ku u dëmtuan plotësisht 709 shtëpi, përmbytjet e nëntorit 2017 për gjatë rrjedhës së Vjosës ku u dëmtuan 4700 banesa dhe 2021-2024 në zonën e Lezhës, Shkodrës dhe Vlorës me mijëra hektar tokë të përmbytura banesa, biznese të shkatruara dhe rrugë të bllokuara përkohësisht nga rrëshqitjet. Në të gjitha këto emergjenca, drejtësia ka shënuar vetëm 2 hetime, duke dyshuar se nuk ka vënë vetëm faji i motit. E para emergjencë 2010-s në Shkodër, mbasi u hapën 3 porta shkarkimi në vallën e Dejes të Komanit dhe të Fierzës, dhe kjo solli përmbytjet masive në të gjithë Shkodrën, madje edhe në qytet. Por duke u bazuar në ekspertizën e 3 specialistëve të hidrocentraleve, hetimet dolën në përfundim se çështja duhej pushuar, mbasi hapja e digave ishte justifikuar. E dyta ende nuk është në proces, është prokurorisë së Durrësit, nisur pak ditë më parë, jo vetëm për shkatërrim prone me përmbytje, por gjithashtu edhe ndaj personave që dyshohet se shpërdoruan detyret gjatë menaxhimit të situatës. Deri më tani, edhe për këtë dosje nuk ka ende të dyshuar.